Po ne I kemi ofru në fakt 3 emra konkret, 2 deputete dhe ish kryetari I Kuvenit me bindje me zhblloku Kuvenin, në të gatshëm I edhe votën, edhe mendoj që kemi bërë diçka shumë më shumë se sa vetë zoti Kurti në kalumin e ka ofru për kryetarin e Kuvenit. Pra, është më e rëndësishme për zotin Kurti Albolena në këtë rast konstruimi I Kuvenit. A kemi qeveri sipas jush aktive siç po konsideron? Unë kum thonë publikisht e përsëris mendoj që kem qeveri kundërlisë. Me dhe një njeri që I mon 2 pozita, edhe vjen deputet, edhe ushton kryeministin, në rolin e kryeministit është kundërlisë. Gabim është çapo ndodh. Zotre Aradina, ju po kërkoni që të ndërrohet emri, por nuk po e votoni zonën Haxhiu. Ku është dallimi mes zonës Haxhiu dhe të tjerë? Sipas juve dhe pse s'po e votoni zonën Haxhiu? Ku është do të thotë një qëndrim I akës, sepse nuk po votohet zona Haxhiu përveç asaj që është thënë vazhdimisht se ajo nuk ka qenë në fakt e duhura për të përvotuar. Ne kemi ofru propozimin para se më nominu zonja Haxhiu. Domethënë kush e mon men seancën e parë, datës 15, ne kemi thonë që jemi të gatshëm I votu këto 2 kandidate. Me kalimin e kohës, domethënë kjo është blloku tash në pozicionin e zonës Haxhiu, po nuk personalisht unë e vlerësoj edhe si njeri edhe si familje, po ne kemi bënë një ofertë dhe I qëndrojmë asaj oferte. Hapun domethënë gatshëm me votu sot nëse ndrojnë emrin e kandidatit. Faleminderit shumë për juve ditë mirë.